Në vijim të informacionit paraprak të dhënë mbrëm për aksidentin në aksin rrugor Kryebushat Harkuj Bordicos, njoftojmë se specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor kanë arrestuar shtetasin GM, 37 vjeç, banues në Tiranë. Pasi duke drejtuar automjetin, dyshohet se ka humbur kontrollin dhe ka përplasur shtetasin RG, 26 vjeç, i cili po lëvizte me biçikletë. Shtetasi RG po merr mjekimet në spitalin e traumës. Gjithashtu, specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan shtetasin RH, 60 vjeç, banues në Kosovë, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin KM, 64 vjeç, banues në fshatin Renc, pasi u kap duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi. Policia kufitare e PKK Muriçan ndaluan shtetasin KH, 45 vjeç, pasi nga verifikimet rezultoi se ishte shpallur në kërkim nga DVP Vlorë për veprën penale kundërshtimi punonjësit të policisë së rendit publik. Veprimet e tjera proceduriale do të kryhen nga DVP Vlorë. Specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin YZ, 51 vjeç, BB, 61 vjeç dhe JC, 23 vjeç, të tre banues në Koplik për veprat penale, ushtrimi një aktiviteti tregtar të paligjshëm ose të paregjistruar në organe tatimore, fshehje të ardhurave dhe punësimi i paligjshëm. Pasi ushtronin aktivitetin në një vend për parkimin e automjeteve paregjistruar në organet tatimore. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasit FA, 21 vjeç, banues në Shkodër, pasi ka bllokuar qarkullimin e mjeteve duke parkuar gabim automjetin e tij në lagjen Vasil Shanto, TA, 26 vjeç, për veprën penale shpërdorimi tokës, pasi është konstatuar se ka kryer gërmime dhe mbushje me inerte pa lejen përkatëse në segmentin rrugor Ura e Bunës, fabrika Cimentos. AM, 55 vjeç, banues në Shkodër, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj nënës së tij. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Malësi e Madhe referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasen VS, 41 vjeçe, banuese në fshatin Tamar, pasi ka kazuar bashkëjetuesi i saj se 41 vjeçaria ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj tij dhe nënës së tij. Rreth orëve të para të mëngjesit dyshohet se për shkaqe natyrore ka rënë zjarr në banesën e shtetasit HK, 63 vjeç, i cili ndodhet jashtë shtetit. Si pasojë janë shkaktuar vetëm dëme materiale. Materialet proceduriale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.